patriotizmin në vepër. Jo se pastaj kur e merrni vesh, pastaj thoni, se pas la di. Është shumë respekt, shumë mirë një. Unë nuk vi studio pa e njoft këtë kush janë prezent. Prandaj ta respektojmë njëri tjetrin, po urdhro. Presheva. 1978 po e kthej. E kemi pas bo një serial televizioni i Prishtinës, a? Po. Për rilindjen kombëtare. Aty kemi qenën Skender Blaka kryesori, Jusuf Gërvalla i dyti, Mentor Kaçi i treti, unë i katërti. Edhe titullin ja kena pas ndu, prap pranvera vjen, prap në mal medal. Apo në tregon të mu, aj titull në atë kohë, ka qenë për burg, është diskutun Komitetin Qendror të Partisë Komuniste. Po fal, drejtorit Riza Alen që i ka pas të lidhuna, a i thot, punoni unë jam mbrapa jush, edhe unë ju mbroj. Ajo ka qenë lufta jonë. Urnoni gazetën e Rilindjes edhe shumë gazeta tjera, të asaj kohë miri, çdo të ejte, Korzoja e Prishtinës është bras në ratet. Asnjë njeri në Korzo s'ki mujt me pa. Të gjithë janë kohë para televizionit. Zoti Presheva, po me pyet diçka të lutem. Urnoni Dardan. Pa të sfidu, kështu sinqerisht me respektin më të madh. Sa në këto 5 vitet e fundit, ju si Glob, shqiptarë amerikanë atje, që keni dhënë një kontribut çmueshëm edhe për ulën, për gjithçka që keni bërë. Pyetje me vend. Ju kanë kontaktu, kanë marrë mendime, ju keni dhënë kritik, ju keni dhënë vlerësime institucionet e Kosovës. Shumë pyetje me mend, Dardan. Dardan, shqiptarët e Amerikës kanë qenë të bashkuar një herë, ves një herë. Viti 90, viti 99. Nuk ka pas shqiptar pa marrë parasysh qërit krahin është i Malizia, është i Preshevas, i Maqedonisë, i Shqipërisë, a i Italisë. Të gjithë kemi qenë bashkë, një zonë e kena pas. Për atë shkak na edhe e fitum këtë luftë. E fitum në Kosovën Republikë. Ju sa duni thuni, zotni, po pa neve Kosova Republikë s'kish mujt më bo kur. Kur hiç. Çfarë moshe ke pas në vitin 98? 98? 40 e 6 vite. Bravo. Edhe Saleçeku i ka pas 46 vjet. Ta shikom 80 diçka. Edhe Saleçeku i ka pas 46 vjet. Zoti Presheva pyet Edhe Saleçeku i ka pas 42 vjet atëria. Edhe Saleçeku ka qenë i pari atashur për të koordinuar stërvitjen e djemve për UÇK. Shumë mirë. Edhe ka ardhur edhe në luftë dhe ka dhënë jetën rast koshorës. Shumë mirë. Sa mish të Saleçekut i diun tash thonim kon na bash luftar, por në 98 në 99 kur ka dhënë jetën i ka pas do djem 3 rreth vetit. Shumë mirë. Asnjë prej juve. Prandaj leni këto tendenca. Shif unë e di që ju e keni problemin e deficitit patriotik në organizëm, se s'keni qenë pjesë e luftës. Dhe tani mundoj me umbulu me do veprime, unë e vlerësoj çdo angazhim historikisht që është bërë për Kosovën dhe për botën shqiptare, për çështjen shqiptare. Sepse ato veprime, qofshin edhe individuale, edhe ai filmi juaj, e ka mbajt ndezat pishtarin e dëshirës për një me kanë të lirë. Sepse hyrja në luftë është treguesi shkallës më të lartë vetdijes të një populli, që spranon me